Tani, në minutat që na kanë mbetur, ndaj fluturoj minutat edhe dihet se si këto tematika zgjaten. Do doja të preknim pak këtë sindromën që kam dëgjuar shpesh kohët e fundit, sindromën e zemrës së thyer. Është një sindrom si fizike, ashtu edhe psikologjike, kur ne humbim ose përjetojmë një stres të madh emocional, humbja një të afërmi apo një stres tjetër që lidhet me këtë. Sa e rrezikshme është kjo dhe si duhet ta menaxhojmë? Atëherë, kjo është një pikë delikate tjetër, është një ekstrem. Për shkak të një ndodhje, sepse vetë jeta është ngarkuar me emocion, kjo është jeta, emocion është jeta, dhe ne përballemi me emocione të ndryshme, që mund të na futin për shkak të një stresi ose të një ataku panik. Mund të na futin pikërisht në një gjendje shumë të rënduar. Çfarë ndodh? Zemra jon, e cila ka për detyrë të rrit të çojë nëpërmjet gjakut, të çojë ushqimin në çdo qelizë të trupit, edhe në tru, është pikërisht ajo që nuk funksionon ashtu siç duhet. Pra kemi një engjëti. Nuk arrin të pompohet dhe kam dëgjuar dhe lexova që në këto momente kur përjetohet ky stres i madh, zemra merr atë formën e një vazo japoneze që quhet takotsubo. Prandaj quhet dhe zemra e thyer. Bravo. Pra, dhe në këtë moment çfarë ndodh? Cilat janë shenjat që ne të kuptojmë? Kemi një frymarrje shumë të vështirë, që mezi marrim frym, duhet të marrim disa herë frym. Kemi djersitje të pakontrolluar, dhimbje të fortë gjoksi dhe marrje mendsh. Unë do t'jap shembullin e rasteve konkrete, ishin pikërisht koha e pandemisë, kur këto raste ishin të vërteta. Pra, pikërisht ndjenja e madhe e frikës se çfarë po ndodh, frika me përballjes me vdekjen, ndodhi që njerëzve t'ju jepte një goditje të fortë të tillë dhe ju mori dhe jetën. Pra, janë raste të shumta që njerëzve ju ka marrë edhe jetën. Pra, duhet të kuptojmë një gjë, kur ataku panik vjen i fortë, ai është i rrezikshëm dhe kur frika është shumë e madhe. Prandaj duhen ndarë edhe zonja që foli, ngatrojmë psikiatrin dhe psikologun. Psikiatria është doktori i cili merret me dhënien e ilaçeve dhe zonja ka marrë nga psikiatri o nga psikologu. Dhe psikologu është gjë tjetër. Psikologu duhet të jetë në çfarëdo moshe në botën europiane dhe të qytetëruar. Ne e kuptojmë që ai është baraz me mjekun e familjes dhe është aty. Ne kemi nevojë dhe shkojmë. Edhe në Shqipëri sot ka marrë për masa për hapje goxha të madhe, që te kopshet, te shkollat, edhe për ambulanca. Se ka sjell vetë koha rolin e psikologut. Megjithatë, nuk është puna që është aty. Puna është që akoma ne nuk kemi arritur të vetë ndërgjegjësohemi ne, që psikologu ka një rol të domosdoshëm dhe nuk është absolutisht asnjë gjë. Ndërsa për sa i përket doktorit psikiatër, nuk do të uronja që askush të shkonte deri në gradën e psikiatrisë, por ama ka momente kur duhet. Sepse ky ilaç ne na ndihmon në një krizë, në një atak panik, na mpin trurin dhe truri jon frenohet nga një veprim i rrezikshëm që mund të na marrë dhe jetën. Falenderoj që e bëm edhe këtë sqarim, edhe të falenderoj që e ke me kaq pasion, me kaq përkushtim këtë punë për të ndihmuar njerëzit të cilët vuajnë nga ankthi, ataku i panikut edhe jenë në dispozicion për ta.